nuk ankohet, rri brenda dhe mban. Ramazani është shkollë durimi. Uria të provon, njerëzit të provojnë. Vetja jote të provon më shumë se të gjithë. Allahu thot në Kur'an se ai është me durimtarët, jo me ata që reagojnë shpejt, por me ata që mbajnë veten. Durimi nuk do të thot me ushtyp, do të thot mos me shpërthyje. Me mbajt zemrën në kontroll kur gjithçka brenda teje do me dalë. Nëse sot e mbajte veten kur kishe arsye me u nervozu, ke bërë ibadet. Nëse sot zgjodhe qetësinë në vend të reagimit, ke fituar më shumë se sa mendon. Ramazani po të mëson se jo çdo ndjenjë duhet ndjekur me njëherë, sepse ai që di me duru, di edhe me u afru te Zoti.